Rama është vërtet pozitë vështirë politike, kjo është e dukshme, derisa u vendos vetë përballë gjykatës kushtetuese për të marrë iniciativën politike dhe për të bërë atë padi që bëri, por çështja është që me këtë kamuflimin edhe me këtë ngërçin, me këtë kontraksionin që psoi gjithë çështja, duke kalu nga konteksti ligjor dhe penal në kontekst kushtetues, mendoj që i dha një bonus për ta interpretuar gjithë çështjen tani nga pikpamja politike dhe parimore kushtetuese. Prandaj jo më kot e theksova idenë që Spaku diku gaboj që adresoj në këtë mënyrë, a adresoj nga padia, a adresoj se kështu e kishte strategjin të zita them. Ndoshta adresoj edhe se duke është i bindur në atë që ka po bënë, dhe po e bënë për inerci dhe rrugës korrigjon veten e vetë. Gaboj që ja qoj parlamentit. Gaboj që ja ka qoj parlamentit. Jo, do ta çonte në parlament. Do ta çonte se s'bën. Po, pra, po do ta çonte në fillim. Ishte pashmangsh mojti. Jo, ai është deputet. Nuk po bëj diskutimin e tanishëm, po them Spaku ndërmori një rrugë që bëri pezullimin nga detyra. S'kishte pse ta bënte. Bëri një gabim në të gjitha procedurat, për gjykimin tim, për vlerësimin tim. Pse? E para s'mund gjykosh dhe të vlerësosh ti pa afat të pezullosh dikë. Jep një afat, 3 muaj, 5 muaj, shtyje prap 6 muaj tjera. Po çdo me thënë kjo pezullon pa afat. Pra këtu hyrin në konceptin parimor kushtetues çështja. Pra kush që je ti që nesër pezullon kryeministrin se kështu teket, s'ka rëndësi emri, mund të jetë Edi Rama, mund të jetë Sali Berisha, Ylli Rakipi e XY. Çështja është te parimi, atëherë këtu i dhan Ramës si bonus politik. Dhe ai po e përdor këtë. I ka shku në territorin e vetë. Rama luan politikisht. Po, aja është Rama në siklet është pyetja. Është tjetër gjë. A është Rama në siklet, pra? E kjo është e pyetja. Deputetet nuk janë gjyqtar, nuk do marrin... Po nesër deputetet janë gjyqtar... Do i hapin rrugë drejtësisë, ose do mbyllin dhe kjo... Nesër deputetet i ke si gjyqtar, prokuror do shko... Ja, pra, po ata diskutojnë. Nesër i ke gjyqtar, do pyesin prokurorët, pse është kjo provë, si unë doli kjo provë, dhe ata do marrin një vendim praktikisht si trup gjyqësore. Dhe pse unë kam bindi që do dalin 2 raporte, kam një ide që do dalin 2 raporte, ideja është shumë e thjeshtë. Edi Rama nuk ka pse e dorëzon në këto kushte ku ka ardhur kjo përballje politike Belinda Balluku, nuk ka për ta dorëzuar, për mua. Ka që thjesht, më dakord, edhe argumentove dakord. Sigurisht po. Fal, po kush është kryeministri që dorëzon zëvendës kryeministrin dhe pushtetin? Ose t'japi bonus, ku ka ndodhur? Jo më let vjedhi më dha, po. Jo, pra, po s'është kështu konotacioni. Nuk është ky është konotacioni. Edhe unë po të mpikonte në gjë mu dhe unë dhe thosha let vjedhi dha se shumë thjesht. Deduksionet e tua janë bardhëzi. Unë nuk mendoj që unë flas interpretim politik. Nëse ty duket që unë po them që let vjedhin, kjo është punë. Edhe unë them që le mos ta lëshoj më dakord. Unë po të them, interpretimi im është ky, ai ka hyrë në një betejë ku i është cënuar pushteti vetë, do ta lëshoj pushtetin, apo do ta mbroj? Unë them do ta mbroj pushtetin. Nëse ai është pjesë. Duke vjedhur. Është tjetër gjë. Si është pjesë aferave? Si e provojmë ne që është pjesë aferave? Pra, e mori ai Ergysa Gasin i tha, o Gyso, dëgjoj me çik peng këtë, si kishte ky, o Klodi ndihmo pak me këtë që ka marrë peng se harrova emrin. Geron Meçe. Me çik të Geron Meçen, o vlla, me çik të edhe çojni te pyllat. Po tani, kjo puna po ta bëjmë si Lapjovra kështu tani, ta fusim Edi Ramën, ta bëjmë si kamorist. E bëjmë hajde ta bëjmë. Po ama ka një E disa qef kam ta shoh Ramën si kamorist apo jo, se dhe i rri. Lutem, pa se tu po bëjmë një diskutim parim, kërkoj shumë ndjesë. Okej, hapësh rrugë drejtësisë, që të vazhdoj punën, nuk je duke shpall fajtor. Ja ka hapa i s'kemi punë me drejtësi, thot ai. Shumë thjesht ajo zonja t'jep të tërheqin, si punë me drejtësi. Si japin në tërë botën. Mos më hyn kompetencë, thot, ti bëje etoje, gjykoje, çoj edhe në burg. Kjo është, e diti se ai le që i ban llogarit vetë, para me këtë, po të bëje këtë, humbet gjithë atë, që me thënë, namin e kalorësit të drejtësisë re, të kalorësit e... A i mburret me statistika, më është si Spaku, konkuron me Spaku. Rrezikon shumë. Unë flas me statistika, thot ai, ne kemi heq, thot, kemi dorëzu, thot. Ne kemi lënë drejtësinë veproj, thot ai, po e dënoj drejtësia. Por ama nga ana tjetër, zoti Rama, në rastin konkret, po sillet tërësisht ndryshe. Sepse për herë të parë, ne kemi një procedurë tenderuese, që unë besoj, ose mësa kam bindje, që nuk mund të bëhej pa miratimin e kryeministrit, siç është tuneli Llogaras, 1. E dyta është një procedurë koncesionare. Për të marrë një procedurë koncesionare, ju jeni gazetar, jeni dhe jurist një herazi, e dini shumë mirë që nuk kalohet dot pa kaluar në Këshillin e Ministrave. Pra do të thotë që
Zoti Rama i trembet një reagimi ndaj vetes vetë që ka këtë lloj qasje në sistemin drejtësisë. Te tuneli Llogaras, Po shkelja ka pafundësisht shkelje. Ja ta shpjegoj shumë thjesht. Është shpallur tenderi? Është fituar nga një kompani shqiptare? Të lutem, pra tani s'është në dokumenta. Nuk është fituar. Nuk është lidhur kontrata, është fituar, është përfunduar. Po të lutem, pra është përfunduar. Gjoka Konstruksion është me dokument. Ka dhënë ofertë më të vogël, është gabim. Jo, pra e ke shumë gabim, e ke gabim, është anulluar, nuk është lidhur kontrata, sepse është anulluar. Ofertë më të vogël, ka fituar. Po më lër ta mbaroj deri në fund. Sepse nuk është korrigjim, është saktësi nëse do të kthehen dosjes. Po është anulluar pra. Po është anulluar pra, sepse nuk e doni 140 milion. Po duhet i lexosh ato komunikimet Denis, të lutem. Po nuk je i qartë. Ka dhënë ofertë më të vogël. Për të mos bërë kakofoni. Pa bërë kakofoni. Atëherë, kompania në fjalë tenderi është anulluar, është bërë vizita e zonjës Balluku dhe zotit Rama në Turqi, dhe sa po janë kthyer, 10 ditë më pas, urdhërohet e Viz Berberi hap procedurën tenderuese, fitohet nga kompani turke. Po kush e tha që jo, po si u rritën 50 milionë euro? Veprimet e fundit të SPAK. Kush e tha? Si stop? Po ky është fakti pa kundërshtueshëm. Është 190 milionë euro. Oferta tavan është po e njëjtë në të dy tendrat? Jo, as pak nuk është e vërtetë. Dhe e dini kush e ndërtoi tunelin? E dini kush e ndërtoi tunelin? Gjoka pra gjoka. Po përzihen gjërat pra, po përzihen gjërat. Ylli ta Nuk përzihen fare gjërat. Jam shumë i qartë në atë çfarë po them. Ore këta le kod zgjesh o klot se këta në qelibar mo këta sprekin që Jo, nuk është qelibar lloku, jo. Tani zoti Rama është në Kjo që ti e një me Zoti Rama është në Por e një me Klodin shpëtove tani. Ore zoti Rama me zor gjokës fituese, po nuk e ka fituar zoti, ka dhënë ofertë më të vogël, janë dy gjëra. Nuk e ka fituar. Denis, të lutem. Nuk kam prekur Të lutem, ka një problem shumë madh. Ti vetë e kupton që zoti Rama është në vështirësi për shkak të gjuhës që përdor. Se ku është Ramas më Fakti që SPAK-u ka vajtur tek paradhoma e kryeministrit tregon që flitet për një nivel të lartë të korrupsionit. Tjetër gjë kjo fare. Jo, Denisi tha Rama është ngritur se i dha bonus SPAK. Veprimet e fundit SPAK duket se janë shumë të pozitshme. Mirë, hajde bëjmë thyrë. Është më lart se kur Denis. Jo, po ta sqarojmë të mendje kanë vëlla. Vazhdojmë. Do i lëm gjokën fituese, lëm, hajde ta lëm. Ka gjoka në këtë histori. E tha Klodi që ka fituar tenderin e parë. Jo, po s'është e vërtetë kjo. Të lutem, mund ta sqarojmë sepse është një optim zyrtar, edhe ta sqaroj për atë. Po tani, në qofse është çmendur, është anulluar procedura tenderuese, është në akt akuzën e zonjës Balluku. Dhe është rritur herën e dytë, është 50 milionë euro. Po në momentin që anullohet nuk ka. Mbaroi filmi, pas ka fitues. Po nuk ka tender për. Dakor, ti gëzoni na fali që flasim ne. Më fal, kur anullohet një gjë, atëherë mbetet fitues. Po jo pra jo kush e tha. Kur anullohet një gjë, mbetet fitues njeriu. Mbetet ose jo fitues, është rritur fatura me 50 milionë euro. Jo, prap, gabim. Dhe kjo e shqetëson kryeministri. Është po i njëjti tavan, më po i njëjta vlerë. Është vetëm 2 miliard më pak. Është vetëm 2 miliard më pak. Atëherë, çfarë shqetëson zotin Rama është pikërisht fakti që fotoja e zotit Rama me zonjën Balluku dhe me biznesmenët turq që kanë fituar tenderin për tunelin e Llogaras, është një foto që pasi ka filluar hetimi është dukur edhe nga rrjetet sociale dhe ky është fakti pa kundërshtueshëm. Pra zoti Rama friksohet nga një hetim i mundshëm ndaj tij, prandaj po e bën këtë betejën dhe është një vështirësi në këndvështrimin tim. Nëse doni dokumentat, vim të njëjtën tjetër me Denisin, hapim letrat edhe i lexojmë. Te njëjtën tjetër kemi temë tjetër. Do më fal ta them pak se nuk e thash dot asnjëherë. Thuaj Denis dhe këtu mbaron ky moment se ta sqaroj pak sepse bëhet një kakofoni. Kemi 2 tendera për të njëjtin objekt, të ndryshëm. Kompania e fundit në garë që ka dhënë ofertën më të vogël është Gjoka Konstruksion 140 milion. Nuk është fituese, ka dhënë ofertën më të ulët. Tenderi është anulluar. Tenderi bëhet, del një kompani tjetër që jep ofertën më të madhe, që është pak më e ullët se pavani. Debati tetorit o vlla. Dakor, po bëheni. Po e hapi zonja o burr dhe ky po sot shihesh konkretisht. Tani çfarë themu ne? Se themi Gjoka ka fituar. Këtu ka i problem, valla, po bëjmë çorap publikun. Ta lëm Gjokën fituese, okay. Unë mendoj që me ato që kam lexuar, Gjoka nuk ka fituar, ka dhënë ofertën më të vogël. Te tenderi i dytë Gjoka s'ka qenë fare. Ka fituar firma turke. Atëherë firma turke thot, me këtë do ta bëj unë që të fitoj. Kur ka merë si vinë dhe thotë, kjo firma shqiptare bërë për 100 Ti marrin në kontraktor gjithmonë shqiptarët. Një kontraktor, kush është në kontraktor marrin gjithmonë shqiptarët që i urasin më pak. Kjo s'ka pikë dyshimi. Po kush është logjika antisens këtu? Po nuk ka logjikë. Po e sqarova për kaq që kisha. Po mirë.